E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi të gjithë, mirë mbrëma fillimisht. Sonte do të vi pranë jush me një histori që do të prekën shumicën e familjeve shqiptare. Shumë familje shqiptare, fatkeqësisht, të gjithë mundin e tyre, të gjithë lodhjen e tyre, të gjithë pasurinë e tyre e kanë humbur në një rrugë të vetme. Dhe rruga e vetme që ato kanë humbur, lodhjen, pasurinë, gjithçka që kanë ndërtuar, ka qenë pikërisht kasinoja. Historia që do të rrëfej sonte lidhet pikërisht me këtë gjë. Vajza tregon që babai humbi gjithçka, humbi dinjitetin, familjen, të gjithën në kazino. Nuk e di nga t'ja filloj, thot. Sepse kjo histori nuk ka vetëm një fillim. Ka shumë. Fillon çdo herë që e shikoj nënën time duke numëruar monedhat për bukë. Fillon sa herë që mbyll syt dhe kujtoj shtëpinë tonë. Atë që sot nuk është më e jona. Fillon sa herë që e dëgjoj fjalën baba. Dhe nuk e ndjej më ngrohtësinë, por ndjej një boshllëk jashtëzakonisht të madh. Baba im nuk vdiq, por për ne ai u zhduk shumë kohë më parë. Kur ishim të vegjël, baba ishte gjithçka për mua. Një burr i qeshur, që na merrte në krah, që na premtonte se do të na bënte një jetë më të mirë realisht se jetën e tij. Punonte shumë, ose të paktën ne kështu e mendonim. Nëna e donte pa kushte, e justifikonte për çdo mungesë, për çdo nervozizëm. Është lodhur, thoshte ajo, e bën të gjithën këtë gjë për ne. Por e vërteta ishte tjetër. Fillimisht ishin vetëm disa mbrëmje që vonohej. Pastaj u bën net të tëra. Telefonata që nuk përgjigjeshin, arsyetime të pakuptimta. Dhe një fjalë që filloi të përmendej gjithnjë e më shpesh nëpër shtëpinë tonë. Kasino. Babai kishte filluar që të luante. Jo për qejf, jo një herë në muaj, por çdo ditë e çdo natë, çdo frymëmarrje e tij ishte bërë një lojë fati. Dhe ne ishim bërë basti që ai humbiste çdo herë. Filluan që të zhdukeshin gjërat nga shtëpia. Fillimisht parat, pastaj bijuteritë e nënës, televizori, mobiljet. Nëna qante në heshtje, ndërsa ne fëmijët e pyesnim ku shkuan. Ajo buzëqeshte me zor dhe thoshte, i shitëm, do i blejmë prapë. Por asnjë gjë nuk u blema. Borxhet u rritën, bankat filluan të vinin, letrat filluan të vinin, thirrje paralajmërime. Babai ose nuk ishte në shtëpi, ose bërtiste, ose ikte përsëri. Kur përballej me realitetin, bëhej jashtëzakonisht agresiv. Do i fitoj mbrapsht, thonte. Një herë më duhet vetëm një fitore e madhe. Ajo fitore realisht nuk erdhi kurrë. Nëna u dobësua, u plak para kohe. U bë një grua që flinte me rroba. Nga frika se mos duhej të iknim papritur. Ne fëmijët mësuam të rriteshim pa fëmijëri, pa pushime, pa ëndra, pa siguri. Dhe pastaj erdhi dita më e zezë.
Një mëngjes dikush trokiti në derë. Nuk ishte babi, ishin njerëzit e shtetit, me letra në dorë. Me fjalë të ftohta, me vendime të firmosura. Shtëpia jon ishte marrë. Hipotek, borxhe, mos pagim, afat i mbaruar. Nëna ul në tokë, nuk bërtiti. Nuk qau më njëherë, vetëm e shikonte murin. Si kur po përpiqej ta mbante mend çdo detaj. Sepse realisht e dinte që do të ishte hera e fundit. Ne dolëm nga ajo shtëpi me qese plastike në duar, me rrobat përziera, me lodra të thyera e me zemra të coptuara. Babai nuk ishte aty. Ai nuk erdhi as atë ditë pas, as javët, ai zgjodhi kazinon mbi familjen e tij. Zgjodhi dritat e reme mbi sytë e fëmijëve të vet. Zgjodhi lojën mbi përgjegjësinë, varësinë mbi dashurinë. Sot jetojmë në një shtëpi të vogël me qira. Nëna punon çfarë të gjej, unë u rita shpejt, më shpejt se sa duhej. Mësova se jo çdo baba është streh dhe jo çdo prind është prind dhe jo çdo premtim mbahet. Jo çdo familje shpëton. Babai ende jeton. Ndonjëherë ndëgjojmë për të, ende luan, ende humb. Ende beson se herën tjetër do fiton. Por ne nuk presim më. Por kjo histori nuk është vetëm e imja. Është e qindra familjeve që shkatërrohen nga varësia. Nga kazinot që marrin më shumë se sa para duhet marrin. Marrin fëmijëri, marrin dinjitet, marrin shtëpi, marrin jetë. Ajo që unë dua të them është që mbani familjet tuaja. Mbani jetrat tuaja, sepse nuk është e bukur të shkatërroni atë që ndërtuat me shumë dhimbje. Dhe jo më kote thash që shumë familje shqiptare ka që vuajnë nga kjo gjë, sepse pikërisht shumë prindër kanë shkatëruar jetën e tyre, kanë prishur jetën e tyre, kanë prishur çdo gjë vetëm e vetëm që paratë e tyre t'i lënë në kazino. Ky është trishtimi, kjo është dhimbja, dhe unë uroj me zemër që çdo grua dhe çdo nën, çdo baba dhe çdo burr të mendoj se nuk ka gjë më të bukur se familja, nuk ka gjë më të shenjtë se ajo që ti ndërton dhe të investosh në familjen është dhurata më e bukur që mund t'ja bësh vetes.